Atëherë po mundohem të bëj një informacion të mirë, por duhet ta dini që nuk e kemi ne në dorë në zgjedhje, por është fat. Atëherë fillojmë, shpresojmë të jemi me fat, sepse ka raste të binë 2 portiera, ose s'të bën portier fare, ose s'të bën mbrojtësa, ose të bën 4, asnjëherë nuk i dihet. Okej. Pa nuk e kemi ne në dorë, pastaj sa do të na vlerësoj loja mbetet për të parë në fund ajo pjesë. Pra nuk e kemi ne në dorë. Okej. Loja do të na jap vlerësimin, shava portier, mos. Shava portier. S'kemi çfarë për ta zgjedhë këtë portierin. Të thoni ju pse këto alternativa ose le këto lojtarë stol. S'kisha çfarë bëja, nuk e disha cila ishte alternativa që do vite pas. Shpresojmë të ecim sa më shumë. Okej. Dhe fitues, kemi mundur Realin, kemi mundur mjeshtrin e finaleve dhe ekipi më të titulluar në botë. E mundëm në finale. Kjo fal ekipit që unë aktivizova dhe bëra. Atëherë një trajner i mirë do ta bëj formacionin me ato lojtarë që gjem. Unë këto lojtarë zgjeta, me këto lojtarë bëra. Do të thoni ju, jo po Kunde për shembull aty në Stole, James aty në titullar, nuk e ditëm cili do vite, më pas cili ishte alternativa, por unë mundoha për me bë më të mirën dhe dolëm kampion Europe. Provojeni të gjithë se nga shumë argëtuese, do ju lodhi pak se nuk ju bin lojtarë të mirë, unë kam bërë gati 5-6 herë këtë, sepse kishte raste që nuk binte portier fare dhe sulmuesin port nuk futet, mundoha ta bëj sa më shumë reale. Ju përshëndes gjithë.